Mirëmbrëma të gjithëve dhe mirë se vini në takimin ton me Shik. Jemi si çdo të diel pasdite këtu në ekranin e Vision Plus për të përcjellë tek ju të rejat më të fundit nga arti dhe nga kultura në vend, nëpërmjet të personazheve të cilët vijnë të ftuar në rubrikat e emisionit ton. Do ta nisim me njëherë këtë emision të sotëm me rubrikën ton takim, ku do të kemi të ftuar drejtorin e Galerisë Kombëtare të Arteve, zotin Artan Shabani. Ai do të na njohë me projektet më të fundit të kësaj galerie, me aktivitetet e ndryshme, por do të sjellë edhe një lajm të rëndësishëm, siç është ai i binjakëzimit me Muzeun e Artit të qytetit Niang në Kin. Bëhet fjalë për një qytet i cili numëron plot 8 milion banor dhe ka prurje artistike të jashtëzakonshme. Prandaj kjo është një gjë e rëndësishme për Galerinë tonë Kombëtare të Arteve. Për më tepër, unë ju ftoj të ndjekim një intervistë me Artan Shabanin. Artan, përshëndetje. Galeria Kombëtare e Arteve edhe një herë shënon një tjetër arritje, siç është ajo e binjakëzimit me një institucion të rëndësishëm siç janë muzeet në Kin. Ju së fundmi ishit në këtë shtet të madh, në këtë superfuqi të botës, mund të themi që padyshim aktualisht Kina edhe në artin bashkëkohor botëror është padyshim në vendin e parë, sepse po sjell çdo ditë më shumë artistë që po pushtojnë tregjet botërore. Çfarë u arrit në fakt saktësisht me këtë marrëveshje? Çfarë do të thotë ky binjakëzim në muzeun e Kinës? Atëherë, para se sa ju falenderoj në radhë të parë, juve teleshikuesit, dhe para se sa të flas në rastin konkret, pra për çfarë u diskutua dhe për çfarë u konkretizua, dua të them ose të përsëris në versionin tim, në këndvështrimin tim, atë që ju sapo thatë. Kina është një vend jo vetëm i madh gjeografikisht, ekonomikisht, po për sa i përket dimensionit kulturor, artet vizuale dhe jo vetëm, sot është një kapitull ose një zë i rëndësishëm në atë që quhet sistemi arti në këtë kornizë, të themi, të artit global. Kjo është shumë evidente dhe në muzeume, duke filluar që nga MoMA në New York, apo në muzeumet e tjera, apo në Londër, apo në Prag, në Panairen, në Biennale, në Triennale, në për koleksionet të rëndësishme, siç është koleksioni Pinot apo Guggenheim. Kështu që artistët kinesë në këto 15-20 vitet e fundit, të themi që janë ndër zërat më të rëndësishëm në sistemin e artit. Në Kin, vajtja në Kin u mundsua në dhomë tregtisë Shqipëri-Kin, e drejtuar nga zoti Idris Çelmeta, të cilin e falenderoj dhe në emrin e Galerisë Kombëtare, sepse është një rëndësi e veçantë kur një autoritet, një grup mish apo një mik konsiderohet mik i Galerisë Kombëtare dhe ti je mik i artit dhe i kulturës, dhe që të promovosh vlerat e vendit jashtë territorit të tij, do thotë që meriton një falënderim të sinqert dhe në emrin personal të Galerisë Kombëtare. Siç ju personalisht keni vite që promovoni në stilin elegant dhe në një profesionalizëm serioz të kuruar dimensionin e artistëve dhe në veçanti artistët emergjent, artistët kontemporan, pra artistët bashkëkohor shqiptar. Kështu që kush promovon vlerat e kulturës në mënyrë profesionale, sepse dëshirën mund ta kenë të shumë, meriton falënderime. Dhe kjo është në mënyrë shumë të sinqertë nga ana ime. Muzeumi në Kin quhet Muzeumi i Artit, të themi, të Ningbo's, mbasi Kina ka shumë muzeume, shumë institucione kulture, duke filluar nga National Gallery që është në Shanghai, Pekin e tjera. Ningbo është një qytet, është rreth 8 milion banor, një qytet i rëndësishëm për ekonominë e Kinës, mbasi është portual. Portual do të thotë që aty hyn dhe dalin mira, ndofta miliona kontejner, lëvizje, një lëvizje e madhe ekonomike, pra faturon shumë miliarda dollar,
flas vetëm për portin, dhe kjo si konsekuencë krijon një klimë pozitive dhe për popullatën, për koleksionistët e rinj që janë shumë të rëndësishëm, dhe investitorët ose donatorë që janë në lidhje me qendrat muzeale, me galeritë apo me ateljet e artistëve. Me drejtuesin e këtij institucioni, pra të muzeumit në Ningbo, u fol për një marrëveshje e cila u finalizua me një akt marrëveshje të firmosur midis Galerisë Kombëtare të Arteve dhe Muzeumit të Ningbos. Kjo marrëveshje konsiston në rezidencat artistike që ne do të prezantojmë në Kinë, pra artistë kryesisht të rinj shqiptar, sepse një artist i ri ka nevojë që të jetë pjesë e tij kontekstit global të artit, dhe që të jesh pjesë do thotë të jesh prezent. Dhe prezenca nuk mund të jetë thjesht nga Tirana në Vlorë apo në Shkodër, po duhet shkuar përtej në gjithë botën. Mundësisht në gjithë botën, se sa më shumë udhton, sa më shumë ka të quhet ballafaqim konfront, aq më shumë artisti hap mendjen, ballafaqohet me artistët e tjerë, me gjuhë tjetër, me kultura të ndryshme. Dhe kjo është pasuri, kjo është shkolla e vërtetë, ose ai që quhet eksperiencë e jetës artistike. Pra ne do të prezantojmë artistë shqiptar që do të shkojnë në Kinë, do të stacionohen aty, do të jenë përveç udhëtimit të gjitha do të jenë të paguara, të themi, se dhe kjo është një pjesë një zë i rëndësishëm, sepse të gjithë artistët kanë dëshirë të ekspozojnë, të lëvizin, të bëjnë, po jo të gjithë mund t'i kenë mundësitë. Kështu që muzeumi do t'i përgjigjet për sa i përket gjithë shpenzimeve të qëndrimit aty, bazës materiale, dhe çfarë përfitojnë këta artistë? Këta artistë përfitojnë ekspozitën personale ose ekspozitën në grup që do të kenë me artistët e tjerë në salla muzeale, pra është një CV, në CV-n e artistit është shumë e rëndësishme që të jetë pjesë në një sallë të tillë, në një qendër muzeale të tillë, sepse tonifikon pra vlerën CV-n e artistit, e lartëson. E bën sigurisht edhe më të njohur kjo që artisti kërkon të bëjë nëpërmjet veprës vet, nëpërmjet ekspozitave. Do të çojmë nga sektori i restaurimit, pra do të kemi një ose dy punonjës restaurimit që do të jenë në Kinë, sepse Kina është një vend tepër i rëndësishëm, ndoshta më i rëndësishëm për sa i përket restaurimit të letrës, të drurit, të materialeve nga më të ndryshme, për shembull të mëndafshit. Dhe kjo është një eksperiencë miraviçare që në Kinë ekziston. Të akuarelit, të guashit, pra sepse në kulturën e tyre për shembull akuareli është një kulturë e lashtë në Kinë, ose materialit me bojrat e ujit. Të restaurohen dhe veprat të cilat normalisht është e vështirë. Veprat që ne këtu i kemi të vështira ose dhe të pamundura, për t'i restauruar do të kërkojmë pra një mundësi që t'i sjellim në dinjitetin e tyre të munguar. Pra t'i japim freskin dhe të jenë sa më autentike, sa më të prekshme dhe vizualisht. Po në kuadër ekspozitash, do të ketë shkëmbime ekspozitash mes dy institucioneve tuaja? Sigurisht që u fol edhe për të pikë. Pra, ne do të prezantojmë përveç rezidencave artistike që do të jenë artistët tanë në Kinë dhe artistët kinezë në Shqipëri, pra është një raport bilateral, do të jetë eksperienca përvoja në sektorin e restaurimit dhe jo vetëm, do të ketë dhe ekspozita në grup apo ekspozita individuale. Ekspozita në grup ne do t'i rikonceptojmë, pra do të ndërtojmë atë që quhet një paket muzeale dhe do ja prezantojmë muzeumit në Ningbo. Pra, do të ketë pra dhe një shkëmbim kulturor në kontekstin personal të artistëve. Po, do të vazhdoj ky shkëmbim mbasi unë e konsideroj të iniciuar, të filluar me një fjalë. Çfarë interesi mund të ketë një vend si Kina për artin figurativ shqiptar? Dihet që gjithmonë kinezët kanë pasur një feeling në përgjithësi pro-shqiptar. Unë nuk do thoja që kam pasur, po vazhdojnë ta kenë, sepse kur shkon në një vend, impakti i parë, një person që udhton në ndjesinë e vet, që në lëkurën e vet ndjen atë energjinë
ndjen lidhjen apo mungesën e lidhjes me një vend. Ka diçka që i pëlqen dhe diçka që nuk e asimilon, nuk e digjeron, të themi. Ajo që unë ndjeva në nivelin tim personal është që populli kines është një popull që memorien e ka shumë të gjatë dhe nuk i haron ata që i konsideron miq. Pra unë ndjeva një klim tepër miqësore, të predispozuar për të krijuar ura bashkëpunimi, të predispozuar për të krijuar sa më shumë afërsi midis shkëmbimeve jo vetëm kulturore, por shkëmbimeve ekonomike, dhe për këtë, në këtë rast, ne u prezantuam në panairin ballkanik në Kin. Pra, Shqipëria ishe në planin e parë me Polonin, me Malinezi, me Serbin, me Lituanin, me Kroacin dhe me vendet e tjera. U zhvillua një panair i cili u vizitua, mendoj, me mira persona. Nga Shqipëria u prezentua, të themi, duke filluar që nga mjalti, nga produkti nga shija e këtij vendit, apo nga verërat, apo nga vaji i Ullirit, u prezentuan peizazhe shqiptare nëpërmjet institucionit që promovon turizmin, u prezentuan produkte nga më të larmishme apo deri te kromi. Pra, një shkëmbim që është kulturor, është ekonomik, është turistik, një marrëdhënie komplekse, dhe gjithmonë kjo finalizua nëpërmjet dhomës tregtisë Shqipëri-Kin. Delegacioni ynë përbëj prej shumë personave në sektore nga më të ndryshme, patëm sigurisht edhe prezencën e ministrit tonë të ekonomisë, zotit Ahmetaj, dhe i cili u prit në mënyrë të shkëlqyer. Aty u prezantua dhe një katalog, dhe kjo më bëri shumë përshtypje dhe dal tek fjala e simpatisë dhe e memorisë që kanë kinezët në raportin afektiv me vendin tonë. Në kopertinë të këtij katalogut u prezantua një peizazh, pra një frame, një foto nga Shqipëria, nga Berati. Brenda në këtë katalog ishin të gjitha vendet pjesëmarrëse në këtë panair. Pjesëmarrëse, do thotë gjitha vendet ballkanike, dhe në kopertinë ishte me Shqipërinë. Një foto me Shqipërinë. Dhe për sa i përket emocionit, unë isha shumë i emocionuar sepse shikoja flamurin shqiptar në çdo cep të këtij qytetit prej 8 milion banorësh, pra Shqipëri, Kosovë. Pra një Shqipëri e shumëzuar herë 3, po themi. Pa dyshim që po. Dhe me ata njerëz që unë fola në Kin, njihnin Shqipërinë, qoftë edhe pa ardhur në Shqipëri, njihnin personalitetet të politikës shqiptare dhe të mëparshme, filmat shqiptar, njihnin Rikard Laren, njihnin Tina Kurtin, muzikën shqiptare, bilen disa tryeza ne edhe këndonim shqip me kinezët, dhe kjo është diçka e çuditshme, por dhe e natyrshme, sepse ti e ndjen që ai që ke përballë vërtet flet një gjuhë ndryshe, por që kur fillon dhe këndon të njëjtën kënd dhe ai çelet në fytyrë dhe ajo shpreha është plot sentiment, plot dashuri, vërtet ti ndihesh mirë. Dhe kushdo që ti jetë do ndihet mirë, padyshim që po. Dhe përsa i përket le të rikthehemi tek pjesa e muzeut, kur do të nisi, po themi, iniciativa e parë e këtij shkëmbimi kulturor, pak a shumë. Atëherë, momenti i parë ishte bisedimet që u kryen në Ningbo, në muzeum të këtij qytetit. Unë u njoha, të themi, dhe me pjesën e fondit muzeal të muzeumit, të ekspozitave që janë bërë dhe vazhdojnë të prezantohen në këtë muzeum. Kontakti numër 2 do të jetë ardhja e drejtuesit, pra e drejtorit të muzeumit të Ningbo, i cili do të vinë në Tiranë, do të vizitoj galerinë kombëtare, do të bëhet, pra do i bëhet me dije se çfarë ne kemi bërë, po bëjmë dhe cilat janë strategjitë tona. Problemi është ne mund të jemi entuziast, mund të themi dhe fjalë të bukura për sa i përket një bashkëpunimi. Problemi vërtet është se sa gjërat konkretizohen, dhe që një gjë të konkretizohet do dashuri, do insistim, do pasion, do një strategji sigurisht dhe vizion. Por do të shtoja një zë që është i veçantë, do dhe një ekonomi, sepse muzeumi në Kin, buxheti i tyre ishte tepër i konsiderueshëm, kështu që në rast se ne do të prezantojmë një ekspozitë, dhe ky është një raport bilateral që ne kemi me Kosovën, me Italinë, me Kinën dhe me shumë vende të tjera,
nuk mund të jetë thjesht sens unik, sepse kjo është edhe për dinjitetin tonë, për dinjitetin e institucionit, dinjitetin edhe kombëtar, sepse jemi një institucion serios, është një institucion kombëtar. Kështu që do të kryejmë dhe mundësinë dhe me bordin e galerisë dhe me miqtë e galerisë që t'i finalizojmë në mënyrë konkrete. Kur do të jetë? Do të jetë mbasi unë e mendova në këtë mënyrë që bashkë me bordin e galerisë kombëtare dhe me miqtë e galerisë kombëtare do të shpallim një lloj konkursi. Pra, mos u bet në simpati personale do veshti sepse unë të kam mika, po më pëlqen vepra jote. Do të vënë ata artistë që e meritojnë, por dhe që e kanë të nevojshme që të oksigjenohen me një dimension tjetër kulturor. Në territore të reja, në vende të reja që artisti të kthehet, po të kthehet i pasuruar, të kthehet me një shkëmbim eksperience, dhe pse jo edhe me koleksionistë të rinë rreth vetes së vet. Në këtë mënyrë arti mund të zgjerohet. Sigurisht. Dhe kush artist do të ishte që nuk do ta donte një gjë të tillë? Padyshim. Dhe do të shtoja këtë që kur flasim për një rezidencë, nuk do thotë që do shkojnë 3-4 artistë dhe mbaron aty. Kjo do të jetë e përvitshme. Kjo do të jetë e përvitshme. Shumë mirë sepse do të kenë mundësi shumë njerëz. Pse jo dhe fondi galerisë kombëtare më rezultojnë që janë bërë ekspozita në Kinë dhe në vitet e mëparshme, ndofta 7-8 vjet më parë, po nuk kam jetuar tu, kam qenë jashtë Shqipërisë. Pra është një bashkëpunim, është një marrëdhënie, po Kina është aq e madhe sa çdo qytet është një republikë më vetë, themi në sensin numerik të fjalës së personave. Duke u rikthyer në Galerinë Kombëtare të Arteve, kjo verë nuk duket se do të jetë e qetë, nuk do të ketë një ndalesë të kësaj galerie. Duket se ka plot ekspozita në linjë për të bërë akoma në vazhdim. Po ne jemi shumë në feeling edhe me klimën, me kohën. Mbasi kjo verë dhe mua nuk më duket e qetë, mbasi në mëngjes po e zdramatizoj të themi ose po e them me këtë sensin e humorit në sensin pozitiv të fjalës. Atëherë, Galeria Kombëtare në këtë moment ka ekspozitën në skulpturë që ju sa edhe e rivizituat të artistit Ilirian Shima që jeton në Athinë dhe shumë i njohur të themi në vendin tonë edhe jo vetëm këtu. Një ekspozitë që po pritet mjaft mirë të themi nga publiku shqiptar dhe nga publiku jo shqiptar. Do të kemi një video nga artisti Fani Zguro që jeton në Berlin dhe në Tiranë, të artit bashkohor. Do të kemi ekspozitën e Mjeshit Gazleka, e cila do të jetë në Korrik. Do të kemi një projekt me artist nga Finlanda. Do të kemi dhe një event jashtëzakonisht të rëndësishëm të një dimensionit mesdhetar europian, që do të thotë artist, një projekt që përfshin Venecia, Sloveni, Kroaci, Bosnia-Hercegovina, Malinezi, Shqipërinë dhe Muzeumin Pino Pascali në Polignano a Mare, i cili e kemi përballë të themi, sepse është në Puglia, në krajinën e Puljes në Itali, ku ndërkohë ne kemi një ekspozitë me artistët tanë të rinj që e kemi prezantuar para një muaji pak a shumë. Do të jetë një ekspozitë lëvizje në përqendrat më të rëndësishme muzeale. Pra në gjithë vende do të jetë Galeria Kombëtare e atij vendit ose Muzeumi i Artit Modern të atij vendit. Është një projekt që sponsorizohet, finalizohet, konceptohet me kurator ndërkombëtar, me fonde të Komunitetit Evropian dhe ky event do të filloj, pra do të ketë fillesat e vet në datën 2 gusht në Galerinë Kombëtare të Arteve në Tiranë, Shqipëri. Pra do të jetë një gusht i nxehtë ky me punë. Do të jetë një gusht i nxehtë, preferoj freskët për sa i përket temperaturave, po që Galeria Kombëtare është gjithkohës në kërkim të në vazhdim. Nuk dua të flas mirë sepse nuk më takon muaj që të shpalosë rezultate, sepse publiku i percepton, i koncepton dhe i ndjen sa herë që hyn, del dhe shikon se çfarë ndodh. Dhe gjithmonë këto ndodhin dhe në mundësitë tona ekonomike. Sigurisht, modeste. Sepse nuk kemi MoMA New York që ka 260 milion euro në vit, në fjalë. Jo, as nuk pretendojmë të bëjmë. As nuk pretendojmë, po arti në radhë parë kërkon pasion, kërkon dashuri, kërkon atë që thash vizion, strategji
Për të arritur qoftë edhe gjërat vogla që përgjigjen edhe një publik. Po jo vetëm arti, çdo gjë kërkon dedikimin e duhur, kërkon pasion. Nëse nuk e pasion, ajo punë nuk të pasion ti duket që e ke, kështu që nuk na mbetet gjë tjetër vetë se të urojmë suksese dhe një verë me punë, jo pa punë. Po sigurisht që po. Faleminderit juve. Faleminderit publikut.